Rikthehemi për të dhënë fituesit edhe për ta mbyllur bukur edhe për sot Wake Upin. Ju kujtoj edhe një herë pyetjen e pamundur. 7% e njerëzve ju kanë mësuar qenëve të tyre të bëjnë këtë, të kërcejnë. Ka qenë që kërcejnë. Janë kështu. Tiki në majtë të gishtave. Trovojane. Vallen kosovare. Si në tropojës e qajnë. Është fitues numri që mbaron me 534, Urime ke fituar një kupon nga Enzo Attini. Ta gëzosh. Bravo i qoftë. Ndërkohë kemi një lajm të fundit që vjen në këto momente, është se në Kret ka patur një tërmet të një magnitudi prej 6.2 ballësh mëngjesin e sotëm në orën. Po, 6:20 minuta të mëngjesit. Kemi edhe disa pamje që vijnë nga një rrugë atje në Kret ku mund shihet se si fillon dritja. Po shikosh time code-in është pikërisht 6:19, shkoi 6:20 minuta mëngjesi sotëm, pra me orën e Greqisë atje kur ka filluar të ketë këto lëkundje dhe gjithë turistët që ndodhen në ishullin e Kretës, do të themi është edhe më i populluar i gjithë ishujve në Greqi atje, janë paralajmëruar që të mos qëndrojnë në plazhet, duhet largohen nga plazhet sepse ka edhe një mundësi për tsunami që ndodh bashkë me këto tërmetet. Është dëgjuar, është ndjer, do të them deri në Izrael, Turqi, Siri dhe Libi, në Greqi por ka qenë një tërmet i fortë, pra, por pa dëme, siç raportohet. Deri tani dhe jo dëme në njerëz mbi të gjitha nuk ka patur, por është lëkundur jo pak Greqia, Kreta sot në mëngjes. Mirë, kemi disa fitues tjerë për dënë, tani për të mbyllur këtë, bëjmë këto mbylljet si quhet kur mbaron turni. Kemi një fituese të anagramës. Për sot anagrama ishte Shagi Tunc ose Ngushtica. Shagi Tunc. Është një vajzë që quhet Alba, ajo ka numrin që mbaron me 413 dhe ka qenë e para që ka dhënë përgjigjen saktë Ngushtica. Ka fituar 2 bileta për në shfaqjen e Aurelës të Enjteve në orën 21 si sonte. Po, në mbrëmje në Escape Club është Aurela Gaçe Show dhe Alba do të shkojë atje falas. Ndërkohë, kemi edhe një fitues në fund tani të kuicit muzikor. Ky është numri që mbaron me 009. Dhe ju e gjetët të dyja. Jo. Le ta dëgjojmë pak klipin. Ishte klipi që transmetuam pak më herët. Gocat e gjetën. Kjo ishte sa lehtë ishte kjo nga 1:10. E lehtë më ishte. E vështirë. Ishte e vështirë. 7. Sa ishte Ençi? Ndihmose. 6.2 ballë. 5 thodi. Ishte lehtë. Se ndoshta nuk është. Se ndoshta nuk është kënga, o themi më e famshme në Rihanna. Po, famshëm mjaftueshëm. E famshëm mjaftueshëm, po nuk është hiti më i madh i Rihannas. Ndoshta ka një nuk e gjendet. Shut up and drive. Drisht aty. Kështu që e dini që me këtë këngën kërcejnë edhe qentë? Edhe qenët. Është Perël, më besoni, kemi parë një film, ne, është Perël. Bashkë kemi pirë pak. Me si them me qenët. Kafe me alkool gjithmonë. Urdhëro? Me qenët. Bashkë me qenët. Qenushat. Po. Okej. Do të shkojmë tani. Ju lëmë deri Shut up and drive. Kjo është kënga e fundit për sot. Bye bye që të gjithëve kudo që jeni. Po ju duam shumë çdo ditë. Nga Hana në të premte. Çdo diel pastaj. Po, kalofshi bukur.